6 sekrete të fshehta përse nuk po humbisni peshë sipas dietologëve. Nëse jeni duke nisur një rrugëtim për të humbur peshë, pavarësisht se sa të motivuar jeni, rezultatet mund të jenë shgënjyese për ju. Sipas Jessica Bell, dietologe, do të rendisim disa nga arsyet pse e keni të vështirë të humbisni në peshë. 1. Jeni duke u fokusuar në eliminimin e ushqimeve dhe kufizimin e kalorive. Kjo është e gabuar. Duhet i konsumoni të gjitha, por me moderim. Po anashkaloni vakte. Anashkalimi i vakteve krijon yndyrna të tepërta të akumuluar në vaktin pasardhës. Nëse jeni në një dietë kronike, duhet ta evitoni pasi duhet të përqendroheni te ushqyeria e shëndetshme. Po hani pak karbohidrate dhe nuk keni mjaftueshëm fibër. Fibrat dhe karbohidratet në nivele të qëndrueshme janë çelësi kryesor. Gjumi, gjithashtu i pakët, do ju bëjë më të vështirë humbjen e peshës. Nëse jeni duke u fokusuar më shumë te pesha, do ta keni më të vështirë të dogësoheni.